Eksportet gjermane u rritën më shumë se sa pritej në muajin mars, ndërsa kërkesa u zgjerua në pritje të tarifave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rritja në prodhimin industrial gjithashtu tejkaloi përçmëri, duke treguar potencialisht një përmirësim në sektorin e ngadalt. Eksportet u rritën me 1.1% në mars, krahasuar me muajin e kaluar, treguan të dhënat nga Zyra Federale e Statistikave. Kjo kaloi rritjen e parashikuar prej 1% në një sondazh të Reuters. Importet ranë me 1.4% në bazë kalendarike dhe sezonale të rregulluara. Bilanci tregtar gjerman tregon një suficit për 21.1 miliardë euro në mars nga 18 miliardë euro në muajin paraardhës. Eksportet në vendet e Bashkimit Evropian u rritën me 3.1%, ndërsa në vendet jashtë bllokut ranë me 1.1%. Shumica e eksporteve gjermane shkuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 2.4% më shumë krahasuar me shkurtin, pasi blerit u nxitën për shkak të tarifave që po afrohen. Masat e shpallura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i japin një goditje të madhe industrisë gjermane, pasi vendi ishte partneri më i madh tregtar i Gjermanisë në vitin 2024, me mallra të shkëmbyra midis tyre me vlerë 253 miliardë euro, ndërkohë eksportet në Kinë u rritën me 10.2% gjatë këtij muaji. Prodhimi industrial gjerman u rrit në mars me 3% në raport me shkurtin, ndërsa analistët kishin parashikuar një rritje prej 0.8%. Krahasimi tremujor më pak i paqëndrueshëm tregoi gjithashtu se prodhimi ishte 1.4% më i lartë në tremujorin e parë të 2025-s sesa në tremujorin e katërt të 2024-s. Prandaj nuk është vetëm një rritje që vjen nga paqëndrueshmëria e zakonshme. Pas më shumë se 2 vitesh recesioni, ndoshta ka edhe një element ciklik këtu, i cili na jep një farë shpresë për muajt e ardhshëm, thonë ekonomistët. Porosit industriale gjermane u zgjeruan më shumë se sa pritej në mars, duke shënuar një rritje për 3.6% krahasuar me muajin e kaluar, tha Zyra Federale e Statistikave, gjë që tregon një rrëmëkëmbje të kërkesës. Rezultati i marsit konfirmon se kushtet në industrinë gjermane të paktën kanë ndaluar përkeqësimin. Megjithatë, çdo nxitje nga tarifat paraprake ka të ngjartë të zbehet së shpejti dhe sektori gjithashtu do të vazhdojë të përballet me konkurrencën e dobët dhe një rënje strukturore të kërkesës për automjete, shtoi një eksperte e sektorit.